rezolutat ndërkombëtare të CDI, IDU, EPP kanë denoncuar publikisht dhe me germa të mëdha shtetin e Edi Ramës si një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është e vërteta e pamohueshme. Pasi ato janë njohur me qindra fakte të pakundërshtueshme, kanë konkluduar se shteti aktual shqiptar është një sipërmarrje e përbashkët me krimin e organizuar. Kjo është arsyeja ndër më kryesoret sepse komuniteti ndërkombëtar i Qendrës Djathtë i dënoi me dënim kapital me datën 30 prill 2025 zgjedhjet që do zhvilloheshin 10 ditë më vonë në Shqipëri.